Kur ka vdek Rasulullah alayhi salam, Abu Bakr radiallahu anhu ka hitë Rasulullah alayhi salam edhe ka puth. Kjo ka zënë o musliman që me njerëz të vdekur nuk do të mos sjell qysh sjell me na. E ke pa, në Allah na rujt krejt që ka dim veç me imlu edhe mos sjell me ta jashtëzakonisht interesant sjell me. Allah na rujt ne edhe nisme edhe mo tut prej tyne. Për që ta ke pa i mbledhen koshit, i mbledhen krejt, mo tut të shpejtina. Jo musliman, nëse ke pas bab, e ke pas nan, ka vdek, e puth, nuk ka kur qatë keqe. Është prej traditës muslimanëve të parë, dhe më thanë, momente që nuk harrohen, nuk ka të keqe në këta. Na këto si bajmë, na ka mësu shejtani, shkojmë me bojmë, jazdia s'ko kanë marë, këta veç shkojmë që ashtu, si mi ala gjamën e përparën të kjerët, nuk e di ka kanë marë këto, me të vërtet që ta nuk e di ku kanë marë, nëse din dikosh, për hirë të Allahut, për thamë nëse din dikosh më ka zu ku e kena marë që ta, kalzamni, lejohet me nejt me ta, me puth, shpërcaj këto momente, këto e në gjana që janë të lejuma musliman, e praktikani që to e hjek nuk tyne, nuk e di ka e këna gjetë, unë më të vërtet që dina, dhe kanë hinë ranat, të është i ka njës me hjek veç për parë heqë në ranë, Allahu Azza wa Jalla na ruajtë na bëfë për muslimanët mirë.